50%. Edhe atë duhet ta shohim. Ndërsa të subjektet politike që humbin, kemi rasti konkret Lidhja Demokratike e Kosovës. Një subjekt që para disa vitesh kishte ndoshta edhe 50%, tani ka rënë në 12%, dhe askush nuk merr përgjegjësinë ato. Ka qenë momentum ndryshe ndoshta. Se politika më shumë ndoshta i përket momentumit. Momentumit humbsi jap dorëheqje. Jep dorëheqje, po ai kishte dhënë dorëheqje, po nuk ja pranuan delegatët. Ne me qenë se nuk kishte dhënë dorëheqje. Kishte ofruar. Ofruar është çështje tjetër. Ata që japin dorëheqje ikin, shkojnë. Ashtu siç e bëri Memli Krasniqi për shembull brenda Partisë Demokratike. Po ky ofrojnë dorëheqje dhe pastaj jo tha po e çojmë në këshillin e partisë, aty ku të gjithë njerëzit ishin të tij dhe tani për të shpëtuar veten e sjell zonin Osmani në krye të listës, që unë mendoj se kësaj radhe do të jenë humbset më të mëdha. Humset më të mëdha. Sa nuk e pret që do të ndryshojë diçka, do të rritet Lidhja Demokratike e Kosovës. Unë nuk pres se do të ketë Lidhja Demokratike rritje në këto zgjedhje. Pse nuk e pret? Çfarë është ajo që ju shtyp mendoni kështu? Gjithë ato rrethona që i tham më herët për zonin Osmani dhe për ato lëvizjet e saj nga njëri në subjekte tjetër dhe ato interesat e saj të ngushta vetëm për pushtet dhe karrik e bëjnë që të mos si sjell vota Lidhjes Demokratike. Po në funditës a nuk janë gjithë interesuar për pushtetin? Për çfarë gabojnë? Pastaj është edhe një pjesë e mirë e anëtarëve të Lidhjes Demokratike që nuk e kanë dashur zonin Osmani të rikthehet në krye të saj. Nuk kanë dashur, po megjithatë u rikthye zoni Osmani. Po, është rikthyer se atë e deshti Lumir Abdigjiku, e deshti për të shpëtuar likurin e vet. Për shpëtuar, por në anën tjetër, a është ky shpëtim i dyanshëm edhe i zonës Osmani dhe zotrit Abdigjiku, me qenë se në këtë rafsh po e bëni diskutimin? Një gjë të tillë sepse e përmendet në fillim,